Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot përfundojmë leximin e librit të Ligjit të Përtrir. Leximin e tekstit e bën Ilir Markaj nga Esslingen në Gjermani, katekezën për herë të parë tek Lexo Biblën me ne, Mirela Dragusha nga Lezhë. Lexim nga libri i Ligjit të Përtrir, kapitulli 30, rreshtat 15 deri në 18. Shiko, unë sot po të los ndër sytë tu, me jetën e lumturinë, po edhe me vdekjen e mirimin. Nëse do t'i dëgjosh urdhrimet e Zotit, hyjit tënd, të ecësh udhëve të tij, t'i mbash urdhrimet, ligjet dhe rregulloret e tij, atëherë do të jetosh. Për më tepër, Zoti do të shtojë e do të bekojë në tokën që po hyn për ta trashëguar. Por, nëse zemra jote shmanget e nuk do të dëgjosh, dhe i ngashnyer nga gabimi, shkon e adhuron dhe u shërben zotëve të tjerë. Unë sot po ju parakallëzoj. Do të zhdukeni fare e do të vdesni për një kohë të shkurtër, në tokën që, pasi ta keni kaluar Jordanin, do të hyni për ta trashëguar. Kena ardhur pra në fundin e leximit të librit të Ligjit të Përtrir. E kena pa është një libër i mrekullueshëm i Biblës. Plot me nxitje për mendim, për lutje, ka ndonjëherë qëndrim ekstrem që duhet shpjeguar mirë. E një prej teknikave letrare që përdor Ligji i Përtrir është edhe përsëritja. Shpesh ky libër i thot gjërat e pastaj i thot përsëri në ndonjë formë tjetër. Nga ana pedagogjike përsëritja luan të paktën dy role. Jep kontribut në memorizimin e tekstit, por gjithashtu në theksimin e rëndësisë së tij. Nëse diçka thuhet disa herë, do të thënë se është me rëndësi. Pjesa që lexuam ambientohet në Moab, në prag të hyrjes në tokën e premtuar. Ligji i Përtrir 30:15 deri në 18, si edhe 30:19 deri në 20, që do ta lexojmë më vonë, përbëjnë dy amanetet e fundit të Mojsiut para se me vdek. Gerhard von Rad i quante kulme retorike teologjike të krejt Ligjit të Përtrir, këto 5 rreshta, kurse Martin Not i konsideronte si përmbledhje të teologjisë beslidhjes. Në këto rreshta bazohej sipas këtyre studiuesve gjerman të mesit të shekullit të kaluar, krejt teologjia e historisë deuteronomistike. Rreshtat 1 deri në 10 që mund t'i lexoni nëse doni në Bibël të kapitullit 30, te këto rreshta premtohet fitoria pas mërgimit. Marrja e tokës së premtuar do t'jetë një fitore e amshuar për të gjitha gjeneratat dhe jo vetëm një ndërmarrje e kësaj breznie. Rreshtat 11 deri në 14 theksojnë se rregulloret e Torah janë të gjitha të aplikueshme, secili njeri është i aftë të vënë në veprim nëse do. Po i lexojmë këto rreshta shumë të qarta. Ky urdhër që unë po ta jap sot nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër larg teje. Nuk është i vënë në qiell që të thuash kush mund të ngjitet për ne në qiell për të na sjell që ta mësojmë e ta shtijmë në veprim. As nuk është për te i detit që të qesh shkak të thuash kush do të mund të kaloj për te i detit për ne për të na sjell që ta njohim e ta kryejmë çka është urdhëruar. Jo, fjala është krejtësisht afër teje, mu në gojën tënde, në zemrën tënde që ta zbatosh. Mësimi është krejtësisht i qartë. Kushdo që do ta dëgjoj, ta pranoj dhe ta zbatoj fjalën e Zotit, mund ta bëj, sepse ajo është afër tij. Jeremia profet do ta ketë një ide shumë të ngjashme. Ai do të thojë, si do ta lexojmë te kapitulli 31, se Zoti lidh me njeriu besridhen e vet në zemër të tij. Duke pasur parasysh se ai e ka të lidhur besridhen me Zotin, se njeriu e ka të lidhur besridhen me Zotin në zemër të vet, atëherë nuk ka nevojë ta mësoj dikush tjetër, ai vetë do të jetë në gjendje që ta ruaj atë që të qëndroj Zotit besnik. Fjala e Zotit pra nuk është as në qiell, as për te i detit, por është krejt afër teje, në gojën tënde, në zemrën tënde, që ta zbatosh. Rreshti 15 që lexuam fillon me urdhëroren Ra'a. Shiko,
se para syve të tu ndodhet një zgjedhje. Ka dy mundësi, jeta dhe lumturia ose vdekja dhe mjerimi. Kjo nga ana ontologjike. Nga ana morale, para tejet është e mira dhe e keqja, ajo që njeriu thirret të zgjidhë për ditë. Kështu jeta vendoset në paralel me të mirën, kështu dhe lumturia, paralelisht me të mirën, me jetën, në esencën e cilës do vepër të mirë është edhe kërkimi i lumturisë nga ana njeriu. Lumturia gjendet vetëm në mirësi. Nga ana tjetër, e keqja sjell mjerim, vdekje. Mendimi se njeriu mund të arrijë lumturinë duke ushtruar padrejtësi është vetëm një iluzion. Këtë kuptim ka dhe thënia e Zotit se jetën dhe vdekjen i ve përpara. Kjo nën kupton se njeriu ftohet të zgjedhë njërin ose tjetrën. Ai merr përgjegjësi për gjërat që zgjedh, por ligji për trirë është shumë konkret. Tregon çka është e mira, jep 3 opsione që vijnë natyrisht njëri pas tjetrit. Opsioni i parë është ta duash Zotin hyjin tënd, i dyti të ecësh në rrugët e tija, i treti të zbatosh urdhrimet, statutet dhe rregulloret e tija. Dashuria vjen pas dëgjesës. Zoti nuk kërkon thjesht me përputh jetën rregulloreve në formë të jashtme, por kërkon që beslidhja të lidhet me të shndrohet në stil jetese, të bëhet pjesë e zemrës. Kur flasim për zemrën, e dim tashmë, më së baku e kemi fjalën për ndjenjat, më së shumë t'ju referohemi vendimeve të marrura me vetdije, zgjedhjeve aktive që bën njeriu, qëllimeve jetësore. Është me shumë rëndësi që të ndiqen rrugët e Zotit me të mbushur të mendjes. E gjithë kjo ka qëllime konkrete. Atëherë do të jetosh, thot rreshti 16. Zoti do të shtojë e do të bekojë në tokën që po të hyn për ta trashëguar. Përsëri rreshti 16. Por ekziston edhe opsioni i kundërt. Nëse zemra jote shkon në drejtime tjera, sillet dika tjetër dhe nuk e dëgjon Zotin, ajo që do të ndodhë është se pastaj do të shkojë pas hynive tjera. Në krahasim me disa libra tjerë të 5 libërshit, për shembull të Zanafilës, por edhe librit të Daljes, ligji për trirë nuk thekson aq shumë se njeriu është krijesë e Zotit, i krijuar prej Zotit. Thekson se më shumë është i krijuar për Zotin, se Zotin do ta zgjedhë, se Zoti do t'i shërbej, se atë do ta dëgjojë. Njeriu nuk është i vetë mjaftueshëm. Nga ana filozofike, ai mbështetet gjithmonë forca më të mëdha se ai, me qëllim që duke u mbështetur në to, të gjejë një farë sigurie. Kështu, idhujtaritë që përmend ligji për trirë ndryshojnë me kalimin e shekujve, por tendenca njerëzore është e njëjta. Në ato kohra ishte të besuarit hynive të huaja, idhujve. Sot duke mohuar Zotin e duke u mbështetur në boshllëqet e shekullit. Kur idhull bëhet trupi, pamja jashtme, pushteti, pozitat në shoqëri. Krejt këto janë shenja të papjekurisë njerëzore, të mosbesimit në vetvete, janë vetë shkatrim, janë mënyra me ushqye pa kënaqësitë personale. Këtë kuptim ka mësimi që Zoti jep solemnisht në hebraisht: avod to avedun, për një mend do të batisni. Do të zhdukeni fare, do të vdisni në një kohë të shkurtër në tokën që, pasi ta keni kaluar Jordanin, do të hyni për ta trashëguar. Kështu thot përkthimi shqip. Cilat janë mësimet teologjike kryesore? Mësimi i parë është liria. Zoti nuk detyron, Zoti ka besim në njeriu. Ai e di se njeriu është i aftë ta bëjë të mirën nëse do. Por kjo gjë e detyron njeriu, ai do të marrë përgjegjësi për vendimet që merr, për zgjedhjet që bën, për çfarë lë në zemër të vet. E dyta, domethënia teologjike e këtij tekstit, është se jeta është dhuratë, sikurse edhe beslidhja është dhuratë. Mbajtja e beslidhjes nuk është opsion për njeriu, është detyrim, sikurse edhe jeta është detyrim. Njeriu duhet ta jetojë jetën, por mos ta harrojë asnjëherë se e ka marrë si dhuratë prej Zotit. Prandaj njeriu është përgjegjës për jetën, thirret ta zgjedhë jetën gjithmonë. E treta është se ligji i Zotit është afër njeriu, është i prekshëm prej tij, i arritshëm. Tora është i qasshëm. Kujt i duket larg për jetës së tij ligji i Zotit, kujt i duket i vështirë, atij që nuk jeton me gëzim, atij që nuk jeton me zemër, me mendje të mbushur, ka nevojë për gëzim në mbajtjen e ligjit të Zotit. Ekziston një festë në kalendarin hebrejik që quhet Simchat Torah, përkthehet gëzimi i ligjit. Është një festë gëzimi shumë popullore. Atë ditë festohet përfundimi i leximit të 5 libërshit, që përfundon pikërisht me tregimin e vdekjes së Mojsiut.
Gjatë krejt vitit liturgjik lexohet një pjesë e mirë e Biblës hebraike, jo krejt, por peslibershi lexohet krejt. A ditë kur mbaron leximi i peslibershit është festa Simchat Torah, egzimi të ligjit pra. Kjo festë në Izrael festohet bashkë me festën e Shmini Atzeret. Këto festa bien zakonisht në fillim të tetorit. Shmini Atzeret është ditë lutje për shi, për marsi në fillim të dimrit. Ishte festë ku ishte ndaluar puna dhe i përkushtohej Zotit ajo ditë, ndenjes bashkë në familje, leximit të ligjit dhe të lutjes. Ditë festimi pra, gëzimi. Kjo festë hebraike, Simchat Torah, na mëson diçka. Ligji i Zotit ose pranohet të mbahet me gëzim, ose ndryshe nuk mund të mbahet. Po ju tregon një traditë tjetër hebraike. Sipas rregullores së vjetër, ata nuk hanë, pa e falendëruar Zotin për bukën që jep për ditë. Prej kësaj tradite vjen edhe pjesa e lutjes ati ynë, që na e mëson Jezu Krishti kur lutemi për bukën e përditshme. E falenderojmë Zotin për bukën e përditshme, sepse e dim se e marrim prej tij. Hebrejt e falenderojnë Zotin për bukën e përditshme dhe lutja që bëjnë quhet Birkat Hamotzi, bekimi mbi bukën, mbi ushqimin. Bekimi tjetër, Berakot Mitzva, është bekimi që hebreu bën kur kryen diçka që është e urdhëruar në ligjin e Mojsiut. Hebreu pra për çdo ditë kur lutet e falenderon Zotin për ligjin që ja ka dhënë. Këto festa rregullore hebraike na kujtojnë se Zotin e kemi afër, se ligjin e kemi afër dhe se secili prej nesh, nëse do, është në gjendje ta vlerësoj këtë afërsi dhe ta pranoj krejtësisht ligjin e tij. Tek letra Romakëve kapitulli 10, rreshtat 5 deri në 8, Shën Pali shkruan kështu: Vërtet, Mojsiu shkruan për drejtësinë që vjen nga ligji. Njeriu që e zbaton do të jetojë në sajet e tij. Kurse drejtësia që vjen nga feja thot kështu: Mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngrihet në qiell, domethënë për të bërë që të zbres Krishti. As kush do të zbresë në tokë, domethënë për të bërë që Krishti të ngrihet prej të vdekurish. E çka thot pra, afer e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde, domethënë fjalën e fesë që ne predikojmë. Sipas Shën Palit pra, Krishti ka ardhur, nuk është as në qiell, as diku atje, në tokë, ai është ringjall. I krishteri thirret thjesht ta pranoj Krishtin. Shën Pali citon pjesë nga kapitulli 30 i ligjit për trirë. Sipas tij askush nuk mund të thojë se e ka larg fjalën e Zotit që predikojnë apostujt ose Jezu Krishtin, lart në qiell ose thellë në tokë. Përkundrazi ai shprehet afër e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Nëse do, mund ta dëgjosh, mund ta pranosh, mund ta kuptosh. Lexim nga libri i Ligjit të Përtrirë, kapitulli 30, rreshtat 19 dhe 20. Thërra sot për dëshmitar kundër jush qiellin e dheun. Ju avura para jetën e vdekjen, bekimin e mallkimin. Zgjedhe pra jetën, që të jetosh ti e trashëgimtarët e tu. Duaje Zotin hyjën tënd, dëgjoj zërin e tij, qëndroj besnik, sepse ai është jeta jote. Gjatësia ditëve të tua, që të banosh në tokën për të cilën Zoti ju përbetua etërt të tu, Abrahamit, Izakut, Jakobit, se do t'ua jap. Këto rreshta kanë ton gjyqësor, Mojsiu thret dëshmitar qiellin dhe tokën. Është një mënyrë biblike të shprehet vërtetësia e gjërave që deklarohen brenda librit të ligjit. Ka disa shembuj tjerë biblik ku bëhet një procedurë e tillë. Kështu për shembull libri i Isaias profet, kapitulli i parë, krejt fillim, rreshtat 2 deri në 3, thrasin dëshmitar qiellin e tokën. Dëgjoni o qiell, dëgjoj o tokë, sepse Zoti po flet. Fëmijët i rrita, i burnova, por ata më përbuzen. Kau e njeh të Zotin edhe Gomari grashdin e pronarit të vet, kurse Izraeli nuk njeh. Populli im nuk merr vesh. Pra qielli dhe toka janë dëshmitar se Kau dhe Gomari e njohin Zotin dhe grashdin, kurse Izraeli nuk e njeh Zotin e vet. Tek libri i Mikes profet kapitulli 6, rreshtat 1 deri në 3, dëgjojmë vajtimet e famshme që lexojmë premten e madhe. Këtu në dëshmi dalin kodrat, malet dhe themelet e tokës. Po lexojmë Mikeja 6, 1 deri në 3. Dëgjoni çfarë thot Zoti. Në këmbë mbrohu në gjyq përpara maleve edhe kodrat le ta dëgjojnë zërin.
Dëgjoni male gjykimin e Zotit, vini vesh themelet e tokës, sepse Zoti me popull të vet po gjykohet. Izraelin ai po e padit. Çka të kam bërë populli im, e me çka ty ta mërzita, mu përgjigj. Ka edhe shembuj tjerë ku Zoti thret në dëshmi qiellin, tokën, yjet. Një shembull shumë i mirë është edhe Psalmi 15, por nuk po e lexojmë tani. Qielli dhe toka janë dëshmitar. Izraeli duhet të vendos çka vendos të bëj, kujt vendos të shërbej. Edhe këtu pra theksohet ndaj folja sot, hayom në hebraisht, është një sot që s'kryen kurrë. Populli do të rri gjithmonë besnik. Këtë do ta premtoj. Kështu do ta trashëgoj bekimin. Bekimi e kemi thënë nënkupton forcën për jetë që jep Zoti me të gjitha të mirat që kjo nënkupton. Marsin kuptimet më të ndryshme. E kundërta, këllalla, edhe këtë e kemi takuar tashmë, nënkupton mungesën e kësaj jete, mungesën e tjetuarit. Njeriu ftohet të zgjedh jetën, të ndjek rregulloret e para prej beslidhjes. Ndryshe nuk do t'i shkojë mirë asgjë në tokën e premtuar. Rreshti 19 thekson pikërisht foljen bachar në hebraisht, me zgjedh. Njeriu duhet të bëjë të njëjtën gjë që bën Zoti. Zoti e kemi parë, ka zgjedh Izraelin. E kemi lexuar te kapitulli 7, rreshti 6, te kapitulli 14, rreshti 2. I kemi quajtur zgjedhje paradoksale këto që bën Zoti, sepse ai ka zgjedh jo më të fortin, por popullin më të vogël ndër të gjithë popujt e tjerë. Izraeli do të zgjedh jetën, pra mbajtjen e beslidhjes me të njëjtën bindje e dashuri me të cilën Zoti e ka zgjedhur atë. Izraeli ftohet i përngjajë Zotit në këtë zgjedhje. Duhet të themi edhe një gjë të fundit. Pse Zoti ja jep këtë urdhër njeriut zgjidhë jetën? Sepse Zoti e njeh njeriun. Ai e di se njeriu ka tendencë të vetë natyrore të anojë më shumë të zgjedh vdekjen se jetën. Kjo vërtetohet qysh prej faqeve të para të shkrimit shenjtë, qysh prej vrasjes së Abelit nga ana e vllajt të vet Kainit, por edhe shumë shembuj tjerë e vërtetojnë këtë gjë, se njeriu për disa arsye të momentit shumë herë egoistike është i gatshëm të zgjedh vdekjen se jo jetën. Për arsye banale, shpesh njeriu nuk e zgjedh jetën. Shumica e botës perëndimore është popullate plakur, për shembull, sepse qytetërimi i pasur nuk lind fëmijë, 1, ndoshta 2, a thua se nuk do të ketë me çka t'i ushqej. E di, me shumë fëmijë do të thonë me shumë sakrifica. Pyetja është, a është njeriu i gatshëm t'i bëj këto sakrifica me qëllim që të zgjidh jetën? Jo, për fat keq. Mund të përmendim edhe luftrat këtu. Nuk ka periudhë në historitë njerëzimit në të cilën nuk ka pas luftë diku. Edhe ky është një vërtetim se njeriu nuk zgjedh jetën gjithmonë. Donjëherë për të shkuar mirë dhe për të mos luftuar ka nevojë të bëhen sakrifica, por njeriu refuzon sakrificat zakonisht. Ligji për trirë është konkret të rreshti 20, kapitulli 30, rreshti 20. Shkruan kështu: Ahava et Adonai Elohecha, duaje Zotin hyjin tënd. Kjo do të arrihet vetëm me një marrëdhënie të gjallë dhe jetësore me të. Pika e dytë është që është e detyrueshme të dëgjohet zëri i tij, lishmoa bekolo. Përkujtohet këtu shema Izrael, tek folja lishmoa, mund të kujtojmë fjalën latine ob audire, që ndoshta e shpjegon mirë fjalën dëgjim. Ob audire përkthehet me bindje, me dëgjim në kuptimin e të bindurit ndaj dikujt që jep një urdhër. Është dëgjimi i Zotit për një pozite të përulur. Ob në latinisht është dëgjimi i fjalës së Zotit, pra me përvujtri. Lishmoa bekolo, kjo rregullore që jep ligji për trirë, te kapitulli 30, rreshti 20, mund të themi se është një thirrje për njeriu të jetë e të bëhet i përvujt. Dhe e treta është duke qëndruar i bashkuar me Zotin. Këtu gjejmë edhe një herë foljen davak që tashmë e kemi parë, është në formulimin u l davka vo, duke u bashkuar me të. Folja davak e kemi thënë, do të thonë me u ngjit, u kap, mu bashku ngusht. Ligji për trirë insiston edhe në këtë pikë kyçe të veten se njeriu duhet të bëhet krejtësisht një me Zotin. Të gjitha këto kërkesa kanë një argument të thellë.
Arsyeja është se Zoti është jeta jote dhe gjatësia e ditëve tuaja. Zoti është jeta, pra burimi i saj, mbështetja e saj, siguria e saj. Nuk ka jetë tjetër përveç Zotit, nuk jetohet i pabashkuar me Zotin. Ky është kuptimi i fjalëve të Jezusit kur thot unë jam rruga, e vërteta dhe jeta tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, versi 6. Dy kuptime ka kjo. E para se Jezusi është Zot, se është jeta, sikurse Zoti që thot se është jeta. E dyta, se nuk ka rrugë tjetër të shëlbimit pa te. Ai kërkon pra që njeriu të bashkohet krejtësisht me te, si e vetmja rrugë që lidh me Atin. Edhe shprehja se Zoti është gjatësia e ditëve tuaja është interesante për kuptim, por te ky mësim do të kthejmë kur të lexojmë librat e urtisë. Ta dëgjojmë tani përfundimin e ligjit të përtrirë, tregimin e vdekjes së Mojsiut. Lexim nga libri i Ligjit të Përtrirë, kapitulli 34, rreshtat 1 deri në 8. Pra Mojsiu ngjit nga stepat e Moabit në malin Nebo, në majën Fazga, kundruall Jerikut. Dhe Zoti ja dëftoi mbar tokën Galad deri në Dan, mbar Neftaleun e tokën e Judës deri te deti i Perëndimit, Nagebin, rrafshën e luginës së Jerikut, qytetit e palmave deri në Segar. Zoti i tha: kjo është toka për të cilën ju përbetova Abrahamit, Izakut e Jakobit. E thash, fare sate do t'ja jap. E pe me sytë tu, por këmba jote zë të kaloj në të. Mojsiu, shërbitori i Zotit, vdiq aty në dhevën e Moabit, me dashje të Zotit. E varrosi në lugin në tokën e Moabit, kundruall Befegorit. Askush deri në ditën e sotme nuk mund ja diti varrin e tij. Mojsiu kishte 120 vjet kur vdiq. As ju ersua syri, as nuk e la forca. Bijtë e Izraelit i bën gjëm për 30 ditë. Atëherë morën fund ditët e vajtimit të Mojsiut. Rreshtat 1 deri në 3 tregojnë se Mojsiu u ngjit në malin Nebo, prej ku shikonte krejt tokën e premtuar. Kjo është hera fundit që Mojsiu ngjitet në një mal, ngjitet në pranitë e Zotit si të gjitha herë tjera, për herë të fundit, sepse atje do të vdes. Mali Nebo thuhet sipas traditës se është Jebel Neba në lindje të detit të vdekur, në një lartësi midetare prej 817 metrave, por siç dihet varri i Mojsiut nuk është identifikuar, këtë thot edhe teksti që lexuam. Prej atij vendi Mojsiu sheh gati krejt tokën e premtuar. Zoti i thot se mund ta shoh tokën e premtuar, por ai vet nuk do të hyjë në te. E kemi shpjeguar arsyeën sipas të gjithë studiosëve, e gjejmë tek libri Numrave kapitulli 20 rreshtat 1 deri në 13, kur Zoti ka thënë Mojsiut të urdhëroi shkëmbit të nxjerrë ujë, kurse ky nuk e ka dëgjuar Zotin, por në vend që t'i urdhëroi i ka rënë me shkop. Me atë rast shkëmbi ka qytë ujë njësoj, por Zoti e ka kuptuar atë gjest të Mojsiut si mungesë të bindjes ndaj tij. Kemi thënë me atë rast se kjo ngjarje shumë e veçantë tregon se tek Zoti nuk ka njerëz me asnjë farë privilegjet. Secili njeri përgjigjet për gjërat që bën. Pas vdekjes së Mojsiut, ligji i përtrirë e quan shërbëtor i Zotit. Kështu quhet Abrahami, libri i Zanafils, kapitulli 26, rreshti 24, edhe Davidi, libri i 2 i Samuelit, kapitulli 7, rreshti 5. Profetet quhen shërbëtorët e Zotit. Libri i Isais, kapitullit 42 deri në 53, Mesin e quajnë shërbëtorët e Zotit. Pra, ky është një titull që shënjon dikë që është si urë lidhëse midis Zotit edhe popullit. Të gjitha këto figura që përmenda janë ura lidhëse ndërmjetës midis Zotit dhe popullit. Fakti se ligji i përtrirë pra e quan Mojsiu shërbëtor të Zotit, tregon se për Mojsiun ka një respekt shumë të madh. Mënyra si përshkruhet vdekja e Mojsiut është e veçantë. Në hebraisht thuhet Alpi Adonai, mbi gojën e Zotit, në gojën e Zotit. Çfarë do të thonë se Mojsiu vdiq në gojën e Zotit? Zakonisht përkthehet sipas fjalës së Zotit. Vdiq ashtu si deshi Zoti, sipas vullnetit të tij. Mirë po ndonjëherë kjo shprehje Alpi Adonai kuptohet edhe ndryshe. A thua se Mojsiu vdiq në gojën e Zotit, i puthur prej Zotit, i dashur prej Zotit. Në këtë kuptim, vdekja konsiderohet si një akt dashurie e Zotit, si një bashkim me te.
Mund të thuhen edhe gjëra tjera mbi përshkrimin e mënyrës së vdekjes së Mojsiut, por këtë pjesë po ja lë Mireles në katekezën e saj. Tashmë gjithçka është e gatshme që populli të hyjë në tokën e premtuar. Është momenti i euforisë, i gëzimit të tokës, kur rrjedh qumësht e mjalt, por siç do ta shohim, kjo nuk do të jetë një gjë e thjeshtë për ta bërë. Sidomos do të jetë e nevojshme të mbahen të gjitha porositë që i ka lënë Mojsiu si amanete. Libri i Ligjit të Përtërir përmbyll rrugtimin e gjatë të popullit të Izraelit në shkretëtir dhe përbën një nga momentet më të thella shpirtërore të Biblës. Fillon me fjalimin e Mojsiut drejtuar popullit të Izraelit, pasi tashmë e kishin përfunduar 40 vite të udhëtimit drejt tokës së premtuar, dhe përfundon me një përshkrim të shkurtër të vdekjes dhe varrimit të Mojsiut, kapitulli 34, rreshtat 5-8. Në fjalimet e tij, Mojsiu identifikon Zotin si mbret ose sovran që bën beslidhjen me bijtë e Izraelit. Pastaj pasohet nga një prolog historik që përmbledh marrëdhënien e kaluar të hyjit me bijtë e tij, duke theksuar mirësinë e hyjit. Me pas kushtet e beslidhjes në Moab të formuar në formë kërkesash të përgjithshme dhe specifike. Dalja nga skllavëria e Egjiptit është tashmë realizuar. 40 vjet ende në shkretëtir kanë përfunduar, dhe Izraeli ndodhet në rrafshin e Moabit brenda shikimit të tokës së premtuar. Kjo është gjenerata se cilës i drejtohet ligji për të rirë. Këtu e ka fjalën për bijtë atyre që dolin nga Egjipti, pra për një brez që nuk e kishte përjetuar drejt për drejt ngjarjet e Eksodit, por është gati të fillojë një jetë të re në një tokë të re. Për t'i përgatitur për këtë, Mojsiu mban predikime të zjarrta mbi përgjegjësitë e të jetuar si populli i Perëndis. E parë në perspektivën e historisë, ligji për të rirë ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në mendimin e krishterë. Vetë Jezusi e ka cituar atë më shumë se çdo shkrim tjetër i beslidhjes së vjetër. Ligji për të rirë paraqet një nga profecitë më të qarta mesianike në beslidhjen e vjetër. Mesazhi se do të vijë një profet tjetër si Mojsiu, i cili do të flasë fjalën e hyjt me autoritet hynor, e shohim te kapitulli 18, rreshtat 15-18. Kjo profeci përmbushet përfundimisht në Jezu Krishtin. Veprat e Apostujve 3:22, 7:37, i cili e mbështet mesimin e tij në këtë libër ku është shpall se thirrja e ligjit të përtirir, ta duarsh Zotin hyjin tënd, është urdhri më i madh i të gjithë ligjit. Mateo kapitulli 22, rreshtat 37-38. Po ashtu, kur djalli e vën në provë në tundime, Jezusi mbrohet duke përdorur pasazhe nga ligji për të rirë. Dhe kur shtrohet çështja e divorcit, Jezusi zbulon se Mojsiu e lejoi divorcin në ligjin e përtërir vetëm për shkak të zemrës së ngurtë të njerëzve. Një problem që tani e gjen zgjidhje në hirin e beslidhjes së re, i cili e pastron zemrën dhe realizon një rrethprerje shpirtërore të zemrës. Romakët, kapitulli 2, rreshtat 28-29. Ashtu siç kishte profetizuar Mojsiu në ligjin e përtërir, përtej kësaj ne kemi edhe këngën e Mojsiut, që pati një ndikim të gjerë në mesimin apostolik të lidhur me Krishtin, engjëjt, Izraelin, jo hebrej, si edhe përfundimin kulmor të historisë së shpëtimit. Pikërisht në kapitullin 29-34 të ligjit të përtërir, është fjalimi i tretë dhe i fundit që Mojsiu mban para popullit të Izraelit. Është një moment i rëndësishëm për to, beslidhja në Moab. Kjo beslidhje e plotson atë të Horebit, ku që dhën dekalogu. Beslidhja e Sinait ishte beslidhja fillestare e lidhur pas daljes nga Egjipti, ndërsa beslidhja Moabit është një ripërtritje dhe një riafirmim e asaj, por tashmë me brezin e ri, me theks të veçantë për bindjen në tokën që do hynë. E para u lidh në shkretëtirën e Sinai, e dyta u lidh në tokën e Moabit, përpara se Izraelit të kalonte Jordanin për të hyrë në Kanaan, pra për të hyrë në tokën e premtuar. Mojsiu ju rikujton edhe një herë çdo gjë që Zoti kishte bërë për to. Prova të mëdha, shenja prej qiellit, mrekulli të mëdha. Ai i paralajmëron 12 fiset për sfidat që do të përballen në të ardhmen dhe i nxit të kujtojnë mësimet e së kaluarës. Mbi të gjitha, Mojsiu shpall dashurinë e Zotit për Izraelin dhe bën thirrje të fuqishme që Izraeli të përgjigjet kësaj dashurie me bindje besnike ndaj beslidhjes. Ky mesazh
shprehet përmes rrëfimit historik dhe ligjvënës, si edhe në formën e predikimit dhe të profecisë. Pikërisht në këtë kapitull, Mojsiu i kujton atyre veprat e mëdha që Zoti ka bërë, por njëkohësisht i paralajmëron për rrezikun e harresës dhe të largimit nga Zoti, veçanërisht përmes idhujtarisë dhe një zemre të ngurtë që nuk i përgjigjet besnikërisht fjalës së tij. Në kapitullin 29 rreshti 4, ku thuhet sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar, sipas sugjerimit të Mojsiut, në këtë tekst, sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar, nuk janë thjesht fjalë për të treguar aftësi natyrore, por dhurata shpirtërore që lidhen me zemrën e njeriut. Ato fitohen jo thjesht nga përvoja njerëzore, por nga zemra e hapur ndaj Zotit. Pra, kur njeriu bëhet i hapur ndaj veprimeve të Zotit dhe nuk qëndron i mbyllur në ngushtinë shpirtërore. Këto organe shpirtërore zhvillohen përmes një dëgjimi aktiv që i përgjigjet Zotit në jetën e përditshme, të një dëgjimi të fjalës së Zotit me vëmendje dhe gatishmëri për ta zbatuar, të lutjes së rregullt, pra që e man zemrën të hapur dhe të ndjeshme, të bindjes ndaj vërtetës që tashmë njeriu e njeh dhe e kupton, sepse bindja hap më shumë horizontin e të kuptuarit, gjithashtu edhe nëpërmjet pendesës, përulësisë dhe përvujtërisë që largojnë verbërinë shpirtërore dhe lejojnë veprim të hirit të Zotit në jetën e besimtarit. Në traditën biblike, sa më shumë njeriu i përgjigjet Zotit me besnikëri, aq më shumë shërohen perceptimet e tij të brendshme dhe ai bëhet më i aftë të dallojë veprimin e Zotit në histori dhe në jetën personale. Sa i përket pjesës së reflektimit personal, kjo zakonisht kuptohet si një thirrje për vetë egzaminim, pra shqyrtim të ndërgjegjës sonë. Përpara njeriu sheh nëse ka pasur rritje në ndjeshmërinë ndaj Zotit dhe çfarë praktika që ka ndihmuar në këtë rritje. Në kuptim të përgjithshëm shpirtëror, ndihma vjen nga të njëjtat burime, pra lutja e rregullt, leximi i shkrimit të shenjtë, pjesëmarrja në jetën e Krishtit dhe gatishmëria për të korrigjuar kur Zoti flet përmes ndërgjegjës sonë ose mësimeve të fjalës. Shumë thjesht këtu mund bëjmë një paralelizëm me jetën tonë. Secili prej nesh mund të jetë gjendur në skllavëri të mëkatit, në shkëtetir, në sprova kryqe të jetës, në kalvaret e sëmundjes dhe vetëm mbështetja në Zotin na ka nxjerrë nga ajo skllavëri. Na ka ushqyer në shkëtetir, na ka ndihmuar të mbajmë kryqet, na ka dhënë forcë në kalvaret e sëmundjes. Dhe nëse nuk e kemi parë apo ndier praninë e Zotit, ashtu siç ka ndodhur me popullin e Izraelit, pothuajse për 40 vite, është koha dhe momenti për të reflektuar me jetën tonë, për praninë e hyjit në të. Pse jo, edhe për profetët, që ai na i ka dërguar dhe na i dërgon çdo ditë për të na mbajtur të lidhur me të. Edhe vetë Kishën me shkrimin e shenjtë na kujton Zotin dhe beslidhjen me të. Në kapitullin 29 rreshti 15, Mojsiu na citon një frazë tjetër: atë që nuk është këtu. Me këtë shprehje, Mojsiu i referohet brezëve të arshëm të Izraelit dhe atyre që ende nuk kanë lindur. Pra, beslidhja nuk është vetëm për njerëzit e pranishëm, por për të gjithë Izraelin në të ardhmen. Dhe kështu, Zoti dëshiron të përfshijë brezët e arshëm, dëshiron të përfshijë ato që nuk janë ende pjesë e Kishës. Pra, dëshiron të përfshijë të gjithë popujt. Dhe me këtë kuptojmë që ka një dimension universal të shpëtimit. Këtë e ka realizuar Jezusi në kryqin e malit të Kalvarit. Por cili është roli ynë në këtë beslidhje? Pra, roli besimtarit. Së pari dëshmojnë për besimin me jetën e tij, së dyti u ngjillëzon, pra me fjalë dhe me vepra, së treti sjell të tjerë drejt Kishës dhe së katërti të jetojë si një shembull i beslidhjes së Zotit. Ligji për të rirë së pari është një dokument beslidhje. Pra, nëse qëndron besnik me bindje ndaj Zotit dhe fjalës së tij, e man dhe e zbaton atë, qëndron larg illujve, është rruga e sigurt drejt tokës së premtuar dhe për ta marrë në zotrim atë. Ndërsa neve sot, toka premtuar është qielli, Jeruzalemi qiellor. Në këtë moment mund të shikojmë fort mirë figurën e Jezusit në predikim në mal. Luka kapitulli 5 rreshtat 1-12, ku para pasardhësve të këtij populli që Mojsiu i kishte udhëhequr, ju paraqet 8 lumturit, por edhe shumë porosi të tjera, pra mënyrën se si duhet të jetojmë ditët e jetës tonë këtu në tokë. Të dyja këto pjesë të shkrimit të shenjtë na drejtojnë edhe neve sot, si mësime për të fituar parajsen, që vetë Jezusi na ka premtuar duke thënë:
në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Po të mos ishte kështu, a do t'ju kisha thënë? Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Po të mos ishte kështu, a do t'ju kisha thënë? Po shkoj t'ju përgatis venin. Gjoni 14, rreshti 2. Është një premtimi tjetër që Jezus ju a bën apostujve në darkën e fundit, duke u dhënë shpresë për jetën e pasosur dhe bashkimin me Hyjin. E për të kthyer tek ligji për të rirë, kundër të tjera citohet që mosbindja, sidomos idhujtaria, është kërcënimi më i madh për sigurinë kombëtare të Izraelit në vendin ku do shkojnë. Ligji për të rirë, kapitull 29, rreshti 17. Të mos gjendet në mesin tuaj kurse si asnjë njeri, as grua, as familje, as fis që ta ketë zemrën e tij sot të shkëputur prej Zotit, Hyjit ton, që të shkojë të shërbejë zotave të atyre popujve. Mos të gjendet kurse si ndër ju asnjë rënë që prodhon helm me pelin. Me këtë rresh kuptojmë së pari se theksi vjet të mundësia largimit të zemrës nga hyji. Nuk bëhet fjalë vetëm për një veprim të jashtëm, por për një devijim të brendshëm, zemra që largohet. Në traditën biblike, zemra është qendra e veprimeve dhe besnikërisë ndaj largimit. Fillon nga brenda dhe pastaj shfaqet në sjellje, siç është shërbimi ndaj idhujve. Zemra është pikërisht vendi ku zhvillohet lufta më e madhe. Së dyti vargu zgjeron përgjegjësinë, duke përmendur burr, grua, familje apo fis. Kjo tregon se besimi nuk është vetëm çështje individuale, por ka dhe një dimension bashkësor, pra bashkësinë ku ne jemi, komunitetin, familjen, famullinë, secili si përkasim, por edhe me gjërë, në punë e veprimtarisë të jetës tonë. Një devijim i vetëm mund të ndikojë tek të tjerë, të përhapet dhe të dëmtojë të gjithë popullin. Figura më e fortë është ajo rrënjës që prodhon helm e hidhërim. Kjo është një metaforë shumë domethënëse. Rrënja është diçka e fshehur e padukshme në fillim, por ajo rritet dhe jep fryte. Në këtë rast, frytet janë helm, e keqja dhe hidhërimi, pra që janë pasojat shpirtërore dhe morale. Pra, teksti paralajmëron se një mëkat i fshehtë, një kompromis i vogël me të keqen, mund të rritet dhe të sjellë pasoja të rënda për individin dhe komunitetin. Në fund, ky varg bën një thirrje për vigjilencë dhe besnikëri, të ruhet zemra, të shmangen ndikime që na largohen nga hyji dhe të ndërtohet një jetë e pastër, pra që nuk prodhon helm, por fryte të mira. Është një thirrje shumë e fortë që bëhet për shkak se jemi shekullar e bota na ofron idhuj të shumtë. Rrezik i madh për ne që të bijmë lirisht prej ofertave të këtyre idhujve, që janë mjaft ndjellëse. Duhet në mënyrë të vazhdueshme të shërtojmë veten tonë deri në thellësi, duke pyetur se kush është Zoti jon, cilit Zot po i shërbej aktualisht. A është paraja, fama, pushteti, luksi e tjerë që po na udhëheqin në ditët e jetës tonë? A është zilia, lakmia, xhelozia apo diçka tjetër kësaj natyre që ka zënë vend e rrënë në zemrën tonë? Jezusi e merr këtë pjesë të ligjit të përtrirë dhe e çon me tej në mesimet e tij. Mateu kapitulli 7, rreshti 16, ku thotë: "Do t'i njihni prej fryteve të tyre." Kjo thekson pikërisht atë që paralajmëron te ligji për të rirë. Problemi fillon nga brenda në zemër dhe pastaj shfaqet jashtë. Dhe mund ta përmbledhim kështu duke thënë që ligji për të rirë paralajmëron për një rrënjë të fshehtë që helmon jetën, ndërsa Jezusi e zbulon se kjo rrënjë është zemra e njeriut dhe na mëson se jeta vërtet ndryshon duke pastruar zemrën që të jap frytet e mira. Kjo është një vazhdimsi shumë e bukur midis beslidhjes së vjetër dhe asaj të re. Në tjetër citim është pikërisht tek Mateu 15, rreshti 18-19, ku thuhet: "Kurse çka del nga goja, del nga zemra, dhe kjo bën njeriu të papastër, sepse nga zemra dalin qëllimet e këqija, vrasjet, fllihshtia, vjedhjet, dëshmitë e rrejshme, blasfemitë." Në kapitullin 30, ky tekst e paraqet Zotin si një burim e jetës. Ai nuk është thjesht një ligjvënës, por është vetë jeta dhe bekimi. Nga ana tjetër, Zoti shfaqet edhe si një Zot i drejtë. Ai nuk fsheh pasojat e zgjedhjeve njerëzore. Bindja çon në jetë dhe në bekim, ndërsa mosbindja në humbje dhe në vdekje. Zoti nuk dëshiron vdekjen, por e paralajmëron atë si pasojë e largimit të tij. Gjithashtu, ky tekst na tregon një Zot besnik ndaj beslidhjes. Ai fton njerëzit të ecin në udhët e tij, jo për t'i kufizuar, por për t'i mbatur në rrugën e jetës. Urdhërimet e tij nuk janë një barr, por udhëzime për një jetë të plotë dhe të bekuar. Ku
Kur bëhet e bukur jeta, bëhet vetëm atëherë kur fillohet të mendohet mirë për të. Cila do qoftë historia jonë, jeta bëhet më e bukur kur i hapet zemra për vanisë së Zotit dhe zbulohet ajo që shkruhet në Psalmin 62:2, vetëm në hyn pusho shpirti im. Në përmbledhje nga ky fragment mësojmë se Zoti është i gjallë dhe komunikues, që i flet njeriut, është burimi i jetës dhe bekim. Është i drejtë duke respektuar pasojat e zgjedhjeve tona. Është dashuri që dëshiron jetën dhe të mirën e njeriut. Është besnik dhe udhërrëfyes në rrugën e jetës. Kështu, fjala e Zotit në këtë tekst nuk është thjesht një mesim, por një ftesë drejt për drejt. Ai na thërret edhe sot që ta zgjedhim jetën duke qëndruar besnik dashurisë së tij. Në kapitullin 31, Mojsiu tashmë është 122 vjeç dhe e di se koha e tij po përfundon. Dhe i drejtohet me një fjalim përfundimtar që është mjaft inkurajues dhe paralajmërues për popullin e Izraelit, duke i siguruar se edhe pse ai nuk do të kalojë Jordanin, Zoti vetë do të ecë përpara tyre dhe do t'i shoqërojë e nuk do t'i braktisë. Kjo thekson vazhdimsinë e beslidhjes dhe faktin se suksesi i Izraelit nuk varet nga Mojsiu, por nga besnikëria e Zotit. Mojsiu e emëron zyrtarisht Jezuehun si pasazh të tij. Ai e inkurajon të jetë i fortë dhe i guximshëm, duke thënë disa herë se Zoti do të jetë me të. Në të njëjtën kohë, ligji i shkruar i dorëzohet prifërinëve levitik dhe urdhërohet që çdo 7 vjet të lexohet publikisht përpara gjithë popullit, burrave, grave dhe fëmijëve, madje edhe të huajve që jetojnë mes tyre. Kjo tregon mjaft qartë se njohja e fjalës së Zotit është themeli i jetës kombëtare dhe shpirtërore të Izraelit. Kalimi udhëheqjes tek Jezueu nuk është thjesht një akt i ndryshimit të drejtimit, por një dëshmi se vepra e hyjt vazhdon për te individëve. Besimi nuk lidhet me një person të vetëm, por me një histori që kalon nga një brez në tjetër. Në këtë kuptim, çdo i rritur është i thirrur të bëhet bartës i kësaj trashëgimie, jo vetëm me fjalë, por me jetën e vet. Transmetimi i besimit nuk ndodh vetëm përmes mësimit, por mbi të gjitha përmes dëshmisë. Gjithashtu në këtë pjesë Zoti zbulon Mojsiut një realitet të dhimbshëm. Pas vdekjes së tij, populli do të prirë të largohet nga beslidhjet dhe të bjerë në idhuj të ri. Megjithatë, Zoti nuk do t'i braktisë plotësisht, por do t'ia ruajë gjithmonë një mbetje besnike. Në kapitullin 32, Mojsiu e shkruar një këngë profetike për të forcuar këtë kujtesën e popullit, e cila shërben si një dëshmi kundër Izraelit në të ardhmen. E kjo këngë thekson 2 realitete: besnikërinë e Zotit që gjithmonë udhëheq dhe mbron popullin e tij, dhe pa besimin njeriu që shpesh e harron këtë dashuri dhe kthehet drejt idhujve. Kënga e Mojsiu ka një karakter teologjik mjaft të thellë. Ajo nuk është vetëm një poezi, por një kujtesë historike dhe shpirtërore që Izraeli duhet ta mbajë gjithmonë në mendje. Ajo tregon se Zoti është shkëmbi i shpëtimit, i drejtë dhe i besueshëm, ndërsa njeriu është i prirur të harrojë dhe të largohet. Prandaj ajo shërben si paralajmërim për thirrje, për pengesë në çdo brez. Në kapitullin 33, Mojsiu jep bekimin mbi 12 fiset e Izraelit, duke profetizuar mbi fatin, rolin dhe karakterin e secilit fis. Këto bekime nuk janë vetëm dëshira personale, por fjalë profetike që tregojnë planin e Zotit për historinë e popullit të tij në tokën e premtuar. Në kapitullin 34, rrëfimi arrin kulmin e tij emocional dhe shpirtëror. Mojsiu ngjitet në malin Nebo, nga ku Zoti i tregon gjithë tokën e Kanaanit, pra shet tokën e premtuar, por nuk hyn në të. Në pamje të parë, kjo mund të duket si një përfundim i paplot, por në të vërtetë është një mesazh i thellë. Besnikëria ndaj hyjt nuk matet me realizimin e plotë të planeve personale, por me qëndrueshmëri në rrugën e besimit. E Mojsiu mbetet besnik deri në fund dhe kjo bën jetën e tij të përmbushur në sytë e hyjt. Kjo është një ftesë për çdo të rritur, për çdo besimtar, pra, që të mos e mas jetën e vet me suksese të dukshme, por me besnikërinë e mbrëmshme ndaj hyjit. Atje Mojsiu vdes dhe Bibla thekson se Zoti vetë varros atë, duke ndëruar në mënyrë të veçantë. E teksti përfundon duke deklaruar se nuk ka pasur një profet tjetër si Mojsiu, i cili e njihte Zotin ballë për ballë dhe kishte kryer shenja dhe mrekulli të mëdha në sytë e Izraelit. Këta kapituj përmbydhin jo vetëm historinë e Mojsiut, por edhe të një epoke të tërë.
Këto kapituj theksojnë besnikrinë e Zotit që vazhdon përtej udhëheqjes njerëzore, rëndësinë e fjalës së Zotit si themel i jetës së popullit dhe thirrjen për besnikri në brezat e arshëm. Në të njëjtën kohë, ato na hapin rrugën për një fillim të ri në udhëheqjen e Jezueut, duke treguar se historia e shpëtimit vazhdon sipas planit hyjnor pavarësisht ndryshimit të udhëheqësve. Kjo pjesë e ligjit të përtërir nuk është thjesht një tekst i skaluars, por është një ftesë aktuale për secilin prej nesh. Ajo na thërret të reflektojmë mbi drejtimin e jetës sonë, mbi cilësinë e marrëdhënies sonë me Hyjin dhe mbi përgjegjësinë që kemi ndaj të tjerëve, sepse në fund besimi nuk është vetëm çështje personale, por bëhet dritë dhe udhë për të tjerët. Ky rrugtim kateketik na çon në një përfundim të thellë. Feja fillon me një zgjedhje, vazhdon me një rrugëtim besnikërie dhe përfundon me një shpresë që e tejkalon jetën tonë. E në dritën e ligjit të përtërir, besimtari ftohet të zgjedhë jetën çdo ditë, të ecë me besnikëri dhe të besojë se Zoti e përmbush gjithçka në kohën e tij. Mojsiu ja dorëzon udhëheqjen e Josueut dhe kjo tregon mjaft qartë se besimi kalon nga një brez në tjetrin. Udhëheqja ndryshon, por hyj mbetet i njëjtë. Çdo i rritur është thirrur të jetë dëshmitar dhe transmetues i besimit, dhe besimi nuk matet me suksesin e dukshëm, por me besnikëri deri në fund. Për kishën, ky tekst mbetet thelbësor në misionin e saj. Kisha është e thirrur të shpallë pikërisht këtë mesazh, se jeta vërtet gjendet vetëm në lidhje me Zotin dhe në jetimin sipas fjalës së Tij. Në një kohë kur shumë njerëz ndihen të humbur dhe të zhgënjur apo të larguar nga besimi, kisha ka për detyrë të jetë zëri që rikujton thirrjen e Hyjit, zgjidh i jetën. Kjo do të thotë të ofrojë udhëzim, shpresë dhe dëshmi konkrete përmes jetës së bashkësisë së saj. Dhe në nivel personal, aktualiteti i këtij teksti është shumë i drejtë për drejtë. Çdo ditë, çdo njeri përballet me vendime të vogla dhe të mëdha, në marrëdhënie, në punë, në mënyrë si trajton të tjerët, në ndershmëri apo në kompromis. Në këtë kuptim, fjala e Zotit nuk është as pak abstrakte, por është mjaft konkrete. Ajo na sfidon të zgjedhemi jetën në çdo veprim të përditshëm, duke treguar që Zoti është besnik ndaj premtimeve të Tij, që është një Zot që udhëheq historinë edhe kur njeriu nuk e sheh plotësimin e saj. Është Zoti i jetës dhe i vdekjes, që e shoqëron njeriu deri në fund. Tregon një marrëdhënie personale dhe të afërt me shërbëtorin e Tij. Është një Zot që udhëheq historinë edhe kur njeriu nuk e sheh plotësimin e saj. Është një Zot i jetës që e shoqëron njeriu deri në fund të jetës së Tij. Tregon një marrëdhënie personale dhe të afërt me shërbëtorin e Tij. Çfarë na tregon figura e Mojsiut? Ai është një shërbëtor besnik që e përmbush misionin e tij. Nuk e arrin tokën e premtuar, por sheh përmbushjen e premtimit, pranon vullnetin e Zotit me përulësi dhe populli vajton duke treguar se jeta e tij ka lënë gjurmë. Ky tekst është shumë aktual edhe në jetën tonë. Në jetën personale shpesh punojmë, sakrifikojmë dhe nuk i shohim menjëherë frytet. Në familje, në shoqëri, shumë vlera ndërtohen gradualisht dhe përfundojnë nga të tjerët. Në kishë, misioni vazhdon brez pas brezi e askush nuk e përfundon i vetëm. Ky fragment na mëson të kemi durim dhe besim, duke kuptuar se çdo përpjekje e bërë në të mirë ka vlerë, edhe nëse nuk e shohim rezultatin e plotë. Po si na ndikon ky tekst për ne sot për të jetuar fen? Ky tekst është një udhëzues mjaft i fuqishëm për jetën e besimtarit. Na fton të jemi besnik në përditshmëri dhe në gjëra të vogla. Na mëson të pranojmë kufit dhe kufizimet tona njerëzore pa humbur besimin. Na jep shpresë edhe kur rezultatet mungojnë dhe kur nuk shohim përmbushjen e plotë. Na ndihmon të besojmë se Zoti vepron edhe përtej asaj që shohim. Na kujton se feja jon ka ndikim tek të tjerët dhe tek brezat e ardhshëm. Feja e parë në këtë dritë nuk është vetëm arritje, por një rrugëtim në besnikëri dhe besim. Dhe në fund na shtrohen disa pyetje për reflektim në jetën tonë. A e ndjej besimin si një marrëdhënie të gjallë me Hyjin? A jam besnik në përgjithësi që Zoti më ka besuar? A kam besim në planin e Zotit për jetën time? A është besimi një zakon apo një vendim i vetëdijshëm? A jam besnik se si reagoj kur nuk i shikoj me njëherë fryte përpjekjeve të mia? Në që mënyrë po transmetoj besimin tek të tjerët?
çfarë po uloj si trashëgimi shpirtërore të tjerëve. Në një botë plot zgjedhje, cilën rrugë po ndjek? Cilat janë zgjedhjet që po përcaktojnë jetën time sot? Në takimin e ardhshëm fillojmë leximin e librit të Josuehut. Do të lexojmë kapitujt 1 deri në 9. Libri i Josuehut faktikisht është një libër shumë tërheqës, është shumë i bukur. Për fatkeq nuk lexohet sa duhet as prej besimtarëve për një lexim privat ose për meditim, por nuk lexohet as në liturgji tepër shumë. Lexoni të shtëpia se do të përfitoni dhe do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.